Dita e verës ka nisur me vranësira, rreshje të pakta dhe temperatura deri në 25 gradë Celsius, por nesër termometri do të shënojë 28 gradë Celsius. Parashikimi u dha nga Tanja Porja, sipas së cilës nga e diela përmbyset situata. Dita e sotme me vranësira, rreshje të pakta e të kufizuara në skajin verior, kthjellime më të dukshme në jug e lindje. Termometri shënon 25 gradë Celsius. Nesër e njëjta tablo sinoptike, rritje me 3 deri në 4 grade temperaturave. Të shtunën termometri shënon nga 8 deri në 28 gradë Celsius. Por sipas meteorologes, nga e diela rikthehet dimri në vend me rreshje shiu dhe rebeshe. Temperatura do të ulen me 3 deri në 5 gradë, ndërsa nga e hëna rikthehen rreshjet e borës. Të dielën fuqizimi vranësirave, prezencë të rreshjeve rebeshe kryesisht në zonat perëndimore. Temperaturat zbresin 3 deri në 5 gradë më pak. Nga e hëna deri të mërkurën, moti paqëndrueshëm, shi. Të hënën të martën rebeshe kryesisht në veri, më pak në pjesën tjetër. Të hënën pasdite rikthehen rreshjet e borës në veri dhe verilindje dhe të martën dhe të mërkurën rreshje bore në të gjithë zonat malore. Temperatura do të jenë nga 2 deri në 19 gradë, ndërsa në mesjavë termometri zbret në -4 gradë në zonat e thella malore. Nga e premtja e shtuna, ditë tipike vere, kalojmë në dimër. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.